Si të jena të kalu me një rrugë shumë të keqe për momentin. Unë e vetë lajem konë në rrugë shumë të këqia, s'kam di që ka jem të bo një teme. Nuk e di vla, mu ka do kësi ku më marrë diçka prej Zotit nel direkt që ki me pas një përfundim shumë të mërshëm. Shësnija vla të marrin qaf, njerëz të marrin qaf. Ja kom pa shërin shumë shësni, s'kam bo shumë për shësni. Shpërblej Zotit me namaz vla. Allah im shpërblej me namaz. Shumicën e mëkateve i lest. Tash unë jam martu, e falenderoj halat vajzën gruan teme, që më ka ndihmu shumë me dalë prej aty në rrugëve. Bashortja ka qenë bash sebeb prej atij nalt. Dhurata më e mirë që kam pas një temë sot, e para është bashortja, e dyta është udhëzimi. Edhe unë si çdo njerëz që bëhet nervoz pak, e kam pas një sprov me policinë e Kosovës. Ta bëj një pyetje, Po, si vlla. takuam park të pejes. Je dal me hec apo Mu qetësu pak vallaj dolem. mu shqetësu? Edhe me bo për herë asfaltin që na ka qit kryetari. A mund të mu shqetësu? Edhe një 10 minuta eci edhe besoj tamam kështu qetësona brenda ditës. E kam si terapi një gjysore unë eci. Ditë hec Po. Çka po të vranë që po di më bëmë shqetësu? Qëre vlla, na tash jena gjenerat e re, unë i kam 25 vjet. Amin plum goja. Edhe si të jena të kalu me një rrugë shumë të keqe për momentin. Si për shembull, se mua një periudhë më të këqija, për shembull, që si do të ecë rinjë ose Tash më thonë unë ty drejten, ke kalu ti më naj rrugë të keqe që sot unë e vet, do sa pak më po, unë e vet lajem konë në rrugë shumë të këqija, edhe ku pi shok të atje që po rriten mbas meje, gjeneratat e reja mbas meje që po vinë, për një me po më dhimen shumë. Unë e kam një prej mërzive më të mëdha se kam jetu jashtë, edhe që një 4 vjet e kam shu vendin e Belgjikës, kam jetu në shtet Belgjikës, kam familjen e krejt atje, Vesh ti e këtu? jam këtu këtu, veç unë, Familjen e ki hala atje. po atje, jam hala. Pa e kom pos pak një jetë të keqe, dregam çfarë jetë e ki pos kur i kush pak më i ri. Jep. Pos një jetë shfrenume, Një jetë shumë shfrenume vlla. si për shembull, S'kam di që ka jem të bo një teme. Ma unë përpare e marrë dhe me muzikë. përpara. Po. Si krejt trit, se tash atje në Evropë besoj ti e din, dush me dit pak ose nëse ki po rrjete sociale, ki po njerëz qysh dalin në për diskoteka, qysh është jeta, që ju intereson kur gjolla, nuk ju intereson familja, nuk ju intereson jeta, ta thjesht janë të ngullën në për ngullën në alkohol. Edhe unë jem konë qatë jetë shumë të keqe, që më ka bot dëmë, sa di vuj pasojat e asaj të kalumes. Ja të keqe. Po. Dregam çka ndodhi që i le ato për këshia, të sa në zejtë. Fillova me pas një depresion njetë, fillova më konë shumë keq. Edhe dita ditës, nuk e di vlla, mu ka do kësi ku më marrë diçka prej Zotit nel direkt që ki me pas një përfundim shumë të mërshëm. Edhe kur fillova me kriju edhe një lidhje me një vajzë të këtuit, më unë fillova me kuptu jetën pak ma ndryshe që nuk shkën të njeta gjithmonë të pas të shfrenu me jetën. Shësnija vlla të marrin qaf, njerëz të marrin qaf. Apo kupton? Ja ki po shërën shësisë, Ja kom pa sherrin shumë shësnis, kom bo shumë për shësni, edhe sot po them edhe njerën të i vujt pasoja shumë shkaku i shësnis. që arrite me dal pjati terit i tonë të këshia. Shpërblej Zoti me namaz vlla. Allah im shpërblej me namaz. Më thonë, masanina udhëzove, Udhëzova. që shanise, qka të bindi që do shmë këthy të udhëzove në islam. Po mbindi vlla se çdo fjalë e Allahut në Kur'an është e vërtetuar sot. Që Allah na e ka ndalu alkoolin, unë e kom pi alkoolin, e kom pa çka është puna e alkoolit, e kom pa që alkooli na bën dëm, edhe Allah ka thonë që alkooli është nona e të këqijave, e kom pa që po më bën dëm. Edhe jam largu prej saj, domethënë Allahu më ka bind me fjalët e tij në Kur'an. Jo vetëm për ata, por për çdo lloj të keqe, çdo lloj gjunoj, çdo lloj mëkati, jo mbind vlla vet. Në fjalët e Allahut, jo mbind, besom që jo mbind shumë. Edhe masani i fillove namazin, praktikimin e fesë islame, Po, edhe udhëzove i lepun të këshia, i lash shumicën e mëkateve i lash, se na jem njerëz të pagabushëm vlla, edhe unë edhe ti gabojmë hala. po normalisht i pagabush me vizoti. Bravo. Çashtu. Masani çka ndodhi me jeton? Pse vendosi më këthy Kosovë? Unë erdha këtu për arsye se nëse kisha vazhduar atje isha kon hala një person i shfrenuar.